përshëndes rrugës për Ajzena. Jemi dikun në përmorjet e Tyringenit. Jam së bashku me Agonin të shku rrugës për Kosovë, nëse ky djali veç deri në Ajzena e masane e vazhdon me babën e vet për Minhen, po unë e vetën të shimblojnë aty. Ajzena i kemi edhe një 30 kilometra. Vend shumë i bukur. Agon? E lodh Agon? Jo, more, jo. Jo, a? Mirë, a? Ja. Ile pamja. Pamja E bukur. Pamja Mahnice. Ja vlen. Ja vlen ky rrugtim. Edhe pse edhe gati edhe 50 ditë kom rrugë. Leke e Gjermanin hajde mu shkojmë bashkë. Po, zë, po, ta men, po shazurën. Po, a? E qëllë nuk jem Kosovë dhe qka përnojnë. Jo, s'pu dhe më shku në gjenë Kosovë për me punu. Na veç. Po qëllë një ekip, që bojnë së organizohë, pa. Po. Tash ekipi jo një dytë atjerën të na prit një gjysore për qëtuhit. Se kësajde s'kan ka marrë me kërë. Po, është të kjerë atë aty është. Kështë mujtë me i tërë është më shku shpejt, pa. Po, trup. Ky djali po dhët me hi trup, që këto e më shku që atje. Me silë. Po. Ate mos në thërë një telefon me na pengu. Sa dhe kemi rrugën. Që atje mbrapa që ti moli është ai qyteti Daterode që kemu taku me ata. E na po ecim që sajti. Po, e mirë. Koha e mirë. Çfarë ka nisë me da lidhe se valla gjek o kon moti shumë i ftoft. Një farigë e shiut. E që mirë është. Kaloni mirë se na duhet me ecë. Se po vënohem. Të na prit ata. Hajde përshëndeti Agon. Majnë bodyguard. Bodyguardi jam. Po do më ardhë në për serviqë shtu. Po. Mere leje prej shefit e hajde. Dëgjohem.